Kontrollet intensive nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja për goditjen e palishmërisë. Goditet një tjetër rast i veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Arrestohet në flagrancë një 17 vjeçar që shpërndante lënë narkotike në qytetin e Vlorës. Sekuestrohen 57 doza lënë narkotike, kanabis sativa dhe kokainë, të ndara gati për shitje. Shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja në drejtorinë vendore të policisë Vlorë në vijim të intensifikimit të kontrolleve për evidentimin dhe goditjen e palishmërisë, si dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, organizuan kontrolle në lagjen Pavarësia në Vlorë. Si rezultat, nga këto shërbime u bë e mundur kapja në flagrancë e një shtetasi të mitur, 17 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet se shpërndante lëndë narkotike në lagje të ndryshme të qytetit të Vlorës. Gjatë kontrollit personal, këtij shtetasi ju gjedhe dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale 39 doza kanabis sativa dhe 18 doza kokainë. Në përfundim të veprimeve procedurale nga specialistët për hetimin e narkotikëve, u bë arrestimi i 17 vjeçarit për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.